Transmetohet nga Sheikh Uthaymin rahmetullahi alayh, ka pas konvikt u kanë nxënësat, edhe një nxënës së quni ditë me falë sabahin. Edhe ky përgjithësi i konviktit i ka kallëzu Sheikh Uthayminit, filon nxënësi nuk o qu sot me falë sabahin. Sheikh ka thonë falënderit që më tregove, unë do të merrem me këtë rast. Edhe kur ka kryer dersin, ka thonë, vllazni, duni me pas kujdes për namaz sabahit, se këmni që ka talebe që janë neglizhent, s'qohen me falë sabahin veç mas vaktit. Kjo nuk ban, kjo është ndaluar, e tjerë ka këshillu. Edhe në funi ka thonë qati, shikoni çfarë edukate, qati i cili se ka falë qatë ditë sabahin. Ka thonë filan që unë kam, ata o konë të lëshu shpirti. Ka thonë, a ka mundësi me mnimu, ti me shekhin, me u përkujdes për nxënësat, mu që me falë sabahin me kohë. A mund është me mnimu në qëtë pikë? E ka thonë, po shekh, pa problem. Allah është përbleft. Ullu. Qatë dita po neset apo mas neset këto 2-3 ditë, e ka thirë shekhi të shtëpia vetë. Edhe i ka thonë, apo të mungon në esen? Thotë jo, shekh. A ki në esen me pytë, thotë shekh, po është zotin që më qove mu, pse më qove? A din që unë e qatë ditë, bashkë se kumë falë sabajnë, kur më qove menova që po më kritikon. Tha, po e kumë ditë. Kush ka kallëzu filane? Ai, përgjithësi konviktit. Thot, shekh, më ke eduku, pam në nëshmu, ama ka qenë për mu mësimi paharushëm. Allah është përbleft e tjeri, thot shekhi, a ke marrë mësimin po, që ka shtë të mbynë, hajde dhe të shtëpia, zgedhe 10 libra, për bibliotekës ta me qëfar dush du me t'i falë. Thot, edhe me dukaj, edhe më dha pozit para të tjerëve, dhe më thonë një ma, mu që tjerë që mësë më shku kërkuj mene që kërë si ka falë sabaj, plus ta i fitova 10 libra. Pa marrë vesh kërkush, që unë jëmë konë që e nëzansi që se këmë falë sabahin. E kupton edukata që ka është. Kur ti edukan tjetëren, edhe e mush motiv, kur e vrem për teje, se o vla ti e ki për një me prizatë zotit, nuk e ki qëllimin me nënçmu.